Deputetja dhe kandidatja e PS-s në qarkun e Shkodrës Eduna Bilali ka vijuar takimet me bizneset në kuadër të fushatës zgjedhore për 11 majin. Gjatë takimit në biznesin e Roland Volaj, Bilali pasi është njohur me proceset e kësaj fabrike. Gjatë bashkëbisedimit me punonjësit ka ndarë projektin e saj për zgjatjen e orarit të qëndrimit në shkollat 9-vjeçare, duke qenë një ndihmë për nënat. Këtë mandat kam vendosur m'ia dediku vetëm nanave, sepse mendoj që qeveria ban pjesën e vetë, biznesi ka pjesën edhe ma kryesore. Por në fund të ditës, momentin që i kena fëmijët rehat, ose që i kena mamën rehat që fëmijët janë të sistemum në shkolla, në qerë dhe në kopshte, atëherë edhe performancën, po edhe pritshmëritë i kena ma të menaxhueshme për qytetin, për kompaninë dhe për tanë vendin. Ajo çfarë do të propozoj për Shkodrën, dhe ky nuk është një premtim se du me kanë shumë e qartë, është një angazhim që e marrë përsipër dhe ndoshta nuk do të fillojnë me njëherë në shtator në tana shkollat e Shkodrës, po do të fillojmë duke pilotu për zgjatjen e orarit të shkollave. Dhe jo zgjatjen e mësimit, por zgjatjen e orarit. Pra fëmijët mënajt në shkollë deri në 4:30 dhe të pjesa mas drekët me ba detyrat e shtëpisë. Gjithashtu gjatë bashkëbisedimit me to, ajo u shpreh se kërkesa e saj në këtë mandat të radhës do të jetë krijimi një qendre inovacioni dhe sportive falas për të rinj në Shkodër. Kena shumë plane të lidhuna patjetër edhe me qeverisjen lokale, po kryesorja në këto zgjedhje ku garohet për qeverisje qendrore, un kam kërkuar për Shkodrën në 2021 diçka për të rinjt, për një qendër shumë të madhe falas, argëtimi për fëmijët. Për mua është e pakonceptueshme atë që shoh për ditë një ambient krejt i vogël në një lokal me 2 lojna, të cilat ti duhesh o me pagu për me majt fit ose do duhesh me pi kafen për me e lanë ndërkohë të kanë i lojnave. Nuk duhet me kanë kështu. Edhe ky është zotimi për me bë jo një kanë 2 kanë 3 xhana, por me transformu komplet. Siç është në çdo vend normal, siç është në kryeqytet, se s'kena nevojë shumë me pa jashtë, nuk bëhet fjalë që çdo lagje me pas kannin e vet të lojnave edhe me pas një qendër e cila është ma multifunksionale, që mundesh me kalu një gjysditët ose një ditë të plotë. Gjatë këtij takimi, punonjësit kanë garantuar mbështetjen ndaj Eduna Bilalit ndaj projekteve dhe ideve të saj, që lidhen drejt për drejt me përmirësimin e kushteve dhe hapësirave për familjet dhe rinin.